pranojmë si mundet BDI-a dhe Alianca të bëhen bashkë, por tash e shohin se BDI-a po pastrohet. Dhe Izeti është lavatriçe e BDI-s. E mori Rami Sverkon, Nevzat Bejtën, mund të marrë edhe diçka që zbënte, dhe BDI-a urime për Kongresin Kryetar Ahmeti, për zgjedhjen edhe për ekipin e shkëlqyeshëm që e keni bë. Definitivisht e dua të keni kapacitete. Definitivisht e dua të keni kapacitete për të reformuar, se është guxim. Guximi i madh në opozit ta ndryshojë 60 apo 70% të kryesisë dhe kuvendit qendror, për të është guximi i madh. Dhe feedbackun që e marr sidomos për përfaqësuesve të faktorit ndërkombëtar se vërtet Alianca Kombëtare për Integrim, domethënë BDI-a dhe Alianca për Shqiptarët, veçmë dal nga dal mund profilizohen dhe qiten si faktor serios në politikbërjen shqiptare, e cila besoj se duhet t'i udhëheqë dekadat e ardhshme politikën shqiptare.